Ladies and gentlemen, honorable guests, welcome to the conference on transgeneration trauma. Zonja dhe zotri, të nderuar të pranishëm, mirë se vini në konferencën mbi traumën ndërgjenerata. Kjo konferencë ka për qëllim që të shpalos rezultatet preliminare të studimit shkencor mbi pasojat që mund të barten tek fëmijët e lindur nga nënat të cilat kanë qenë të ekspozuara ndaj dhunës seksuale në luftën e fundit në Kosovë. Ky studim u realizua nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Mbijeturëve të Torturës në bashkëpunim të ngushtë me Dignity, Institut Danes kundër torturës, pastaj me Universitetin e Kopenhagës dhe degën e epigenetikës në Universitetin Monash të Australisë. Nuk do ishte e mundur të bëhej ky studim pa pasur një mbështetje të vazhduar nga Ambasada Britanike në Kosovë. Prandaj, të nderuar të pranishëm, gjatë këtyre 20 viteve që po lëm pas, u angazhuan fuqishëm në rehabilitimin mjekësor e psikosocial të mbijeturëve të dhunës seksuale të luftës. U angazhuam fuqishëm në zhvillimin dhe fuqizimin ekonomik të mbijeturëve të dhunës seksuale. Avokuam suksesshëm për njohjen ligjore të kësaj kategorie fragjile shoqërore, si dhe kontribuam pa rreshtur në ndërtimin dhe forcimin e mekanizmave shtetëror përgjegjës për realizimin e të drejtave të tyre. Për 20 vjet me radhë, mobilizuam shumë organizata jo qeveritare, shumë aktivist, shumë artist, akademik, e në fund edhe institucionet ndërkombëtare, por edhe institucionet kosovare, vetëm e vetëm për ta quar tutje kauzën për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Për 20 vite me radhë, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuarve të Torturës ishte dhe vazhdon të mbetet adresa kryesore për dhjetra e qindra histori të pathëna, vujtje e shqetësime, që u ndan dhe ju besuan një stafi profesional, vetëm ta ndërtonin jetën dhe të vazhdonin me rimëkëmbjen e traumës të mbijetuarit e dhunës seksuale të dalur nga lufta. Duke i dëgjuar këto rrëfime, duke i rehabilituar dhe punuar me këto gra dhe burra, duke dokumentuar këtë plagë të luftës, shumë nëna për te rrëfimeve, trishtimeve dhe traumat që bartin e vete, ato ndjenin në një ndjenë fajsie për faktin që simptomat apo sjellet e njëjta mund t'i hasin edhe tek fëmijët e tyre. Prandaj, gjithë këto shqetësime të nënave, për 20 vite me radhë, bën që ne të reflektojmë dhe t'i japim prioritet të veçantë këtij hulumtimi për të parë se si mund të jetë bartë trauma nga nëna e cila ka qenë pjesë e traumës gjatë luftës tek fëmia e saj. Të nderuar të pranishëm, kam nderin dhe kënaqësinë kur po shënojmë 20 vjetorin e Qendrës Kosovare për Rehabilitim, punë, angazhim, sfidë, por edhe përkushtim të sinqert në rimëkëmbjen e plagëve të luftës e në veçanti të mbijeturave të dhunës seksuale, por edhe viktimave tjera të torturës. Po shpalos para jush një studim me gjetje preliminare, studim ky shkencor, epigenetik, i cili ka për qëllim të studioj afektimin e fëmijëve nga nënat të cilat kanë qenë pjesë e dhunës seksuale gjatë luftës. Pra dua të theksoj dhe të sqaroj që ky studim i tillë po bëhet për herë të parë në botë. Pra po bëhet për herë të parë në botë për të vënë lidhjen e mundshme mes të nënave që kanë përjetuar këtë lloj krimi gjatë luftës dhe pasardhësve të tyre që kanë lindur pas luftës. Prandaj, ky studim nuk përfaqëson dhe nuk ka të bëjë me fëmijët të cilët kanë lindur si produkt i dhunës, por fëmijët të cilët kanë lindur pas periudhës së luftës dhe janë grup mosha të cilët fillojnë nga periudha 6 vjeçare deri te periudha 18 vjeçare. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, natyrisht që jam shumë emocionum dhe nikosisht edhe privilegjuar që sot në mesin ton kemi një mysafir të veçantë. Kemi lartmadhërinë e saj, Contention Wessex, e cila është angazhuar në iniciativën PSVI apo iniciativën ndërkombëtare për parandalimin e dhunës seksuale në konflikt me Selin në Londër, iniciativë kjo e cila në nivel botror ju ka dhënë zë viktimave, i ka mbështet viktimat, ka adresuar stigmen dhe ende vazhdon dhe punon në parandalimin dhe rimëkëmbjen e kësaj plage kudo që ndodh në vendet në konflikt. Andaj, më lejoni, natyrisht edhe kam kënaqësinë ta ftoj Contention lartmadhërinë e saj për një fjalë rasti.
Please, Your Highness, welcome to the floor. Thank you very much, and good morning to you all. I'm indeed honoured to be here today to open this important conference on transgenerational trauma. And I very much look forward to hearing from the researchers from the Dignity Institute on their preliminary findings. E këtij studimi nga Instituti Dignity se përket gjetjeve preliminare. Më herët sot pata mundësinë të diskutoj dhe flas me disa prej të mbjeturve të dhunës seksuale të ndërlidhur me konfliktin, të cilat kanë marrë pjesë në këtë studim. Rrëfimet e tyre janë të tmerrshme dhe dhimbja e tyre është shumë evidente. Mirë po, guximi dhe vendosmëria e tyre që të mos i nështrohen këtyre përvojave të dhimbshme është të impresionuese. Nuk mund ta marr me mend se sa vështirë ka qenë për to dhe për familjet e tyre që të rindërtojnë jetrat e tyre pas këtyre traumave. Traumat e cilat ato i bartin me vete për çdo ditë me radhë. Porosia e tyre për mua ishte se përkundër guximit të cilën ato është dashur ta gjejnë brenda vetes së tyre për të ecur përpara, ato kanë nevojë për më shumë mbështetje, pranueshmëri, ato kanë nevojë për drejtësi, ato kanë nevojë për ne. Ne duhet ta pranojmë dhe ta kuptojmë se dhimbja dhe pasojat e dhunës seksuale ndërlidhur me konfliktin nuk zhduket me kalimin e kohës. Vitet këtu s'kan kuptim dhe në fakt, nëse çështjet dhe nevojat e të mbijetuarve nuk adresohen në mënyrë adekuate dhe në kohën e duhur, në shumë raste me kalimin e kohës ato veç sa shtohen. Konfliktet lën shumë plagë, por plagët më të mëdha të gjithave besoj është stigma e padrejtë me të cilën ballafaqohen kaq shumë të mbijetuar, jo vetëm këtu në Kosovë, por në mbar botën. Kjo barë shtesë i shtohet sulmeve shkatërrimtare që ka qenë e pakuptimt dhe vështirë të kuptohet. Është koha që të kuptohet se ato sulme brutale në për cilat kanë kaluar nuk ka qenë faji tyre, si dhe shumë prej fëmijëve të pafajshëm të lindur nga dhunimet, të cilat janë trajtuar në mënyrë të padrejtë nga qëndrimet shoqërore e që duhet të dalin nga hijet në cilat ndodhen, ashtu që zëri tyre të mund të dëgjohet dhe duhet ta adresojmë si duhet fajin tek kryerësit e këtyre veprave. Nëse kjo stigmë nuk sfidohet dhe vazhdon me kalimin e kohës, duhet të themi dhe të angazhohemi shumë që të mos ekzistojë kjo stigmë dhe askush nuk duhet të jetë i turpruar. Kosova është një vend shtet i ri me plot gjallëri, me rininë e saj që është drejtuar nga ardhmja. Në mënyrë që ky vend i mrekullueshëm të ecën me hapat e duhur për të kaluar dhimbjet dhe plagët e të kaluarës dhe të ndërtojë një shoqëri më të mirë, ne duhet të pranojmë dhe të dallojmë gjitha krimet e kryera mbi mirat të njerëzve të pafajshëm. Ne duhet të mbështesim me përkrajem të gjithë të mbijetuarit. Unë e di që shumë prej jush jeni duke bërë mu këtë sot. Çdo ditë ju jeni duke punuar për të rindërtuar jetët e coptuara dhe ju përgëzoj për gjithë punën që jeni duke bërë dhe për ndihmën që po jepni të gjithë atyre për të ardhmen dhe për një të ardhmë më të mirë. Por një diçka tjetër që dim është se çdo i mbijetuar që është paraqitur nuk i përfason të gjithë ata, sepse ka dhe shumë të tillë të cilët i mbajnë për vete ende storjet e tyre, por janë të friksuar për të paraqitur dhe për të shpalosur përvojat e tyre. Prandaj është detyrë jona të vazhdojmë të bëjmë gjithë ato që mundemi që t'i thyejmë këto barriera, t'i inkurajojmë shoqërinë që të përqafojë gjithë ata të cilët pa fajin e tyre u bën viktima të brutalitetit të tjerëve dhe të krijojmë një mirëkuptim dhe mjedis i cili u ofron besim dhe shpresë të gjithë atyre që të mos gjykohen për atë që u ka ndodhur. Prandaj është e mirë se ardhur përgëzimi për gjithë ata të cilët kanë ngritur zërin, si që është Vasfie Goodman me guximin e saj, edhe që i ka dhënë zë shumë mira të tjerëve të cilët nuk kanë mundur ta bëjnë një gjë, po ashtu përgëzoj Shëretë Tahirin që publikisht ka prezantuar paraqitur rastin e saj në prokurori vetëm 3 ditë më parë.
Në nëntor, ne do të mbajmë një konferencë ndërkombëtare në Londër, që do të quhet Koha për drejtësi, të vëmë të mbijetuarit në radhët e parë, dhe edhe një herë aty do të përkujtojmë fuqinë dhe forcën e të mbijetuarve. Është përkushtim i mirësisë që këto gra e kanë dhe janë të gatshme që në mënyrë të përsëritur dhe publikisht të i përsërisin përvojat e tyre të tmerrshme, në mënyrë që edhe ato të mund të kërkojnë drejtësi dhe shumë të tjerë, vajza e djem, të marrin atë që dëshirojnë. Por në mënyrë që ato të mos e bëjnë vetë këtë sakrificë, ne duhet të bëjmë shumë për të siguruar që ato të kenë përkrahjen e duhur kur ka nevojë për to dhe të përqafohet ndihma për të mbijetuarit e jo t'i lëmë vetëm. Përkushtimi im për to është se unë do të vazhdoj të ngres zërin tim dhe të vazhdoj të kërkoj rruga e mënyra për të përfunduar stigmën, për t'i dhënë fund stigmës me cilën ato jetojnë, të kërkoj mundësi për drejtësi dhe t'inkurajojmë njerëzit në pozita me ndikim që të angazhohen në ofrimin e një mbështetje më të mirë. Koha për drejtësi është tani dhe unë shpresoj se Kosova do i bashkangjitet ftesës tonë kombëtare dhe globale në nëntor dhe vazhdoj të luftoj për një të ardhme më të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë, lartë madhëria juaj, pa dyshim që edhe unë dua të fuqizoj edhe një herë fjalët e Konteshës Wessex. Kërkush nuk meriton të jeti turpruar për një krim i cili është bërë pa dashjen e tij në periudhë lufte. Prandaj shfrytëzoj rastin edhe një herë ta falenderoj Britaninë e Madhe për trajtimin dhe rehabilitimin dhe adresimin e stigmës që ka bërë ndër vite në Kosovë. E në veçanti në këtë fushë ka qenë njëri ndër donatorët kampion që e ka shtyr agjendën e të mbijetuarve të dhunës seksuale në Kosovë. Po shfrytëzoj rastin pashtu dhe në emër të mbijetuarve të dhunës seksuale në Kosovë, ta falenderoj Konteshën për fjalë aq prekse, por edhe madhështore. Faleminderit Kontesh që je sot me ne dhe mbështetja e juaj është motiv edhe për ne si organizat, po edhe për të mbijetuarit për të vazhduar rrugën tutje. Tani, dua të aftoj, derisa po flasim për stigmën, për guximin kurajon, dua të aftoj një person të veçantë që besoj gjitha audienca kosovare e njeh, natyrisht edhe audienca ndërkombëtare. Është kjo ambasadorja e guximit, ambasadorja e kurajos, aktiviste e denjtë, zonjë që theu sigmën, që një herë e mirë i tha heshtjes jo, që u bë zë i shpresës, i fuqizimit dhe motivimit për qasjen drejtësi. Më lejoni të aftoj tani zonjën Vasie Krasniqi Godman, e cila pareshtur është pjesë e këtyre aktiviteteve. Organizojmë. Your Royal Highness. Shkëlqësi mbretërore të nderuar, faleminderit që ndodheni këtu. Për mua është shumë e vështirë të flas për traumat me cilat jam ballafaqoar si nënë e dy vajzave. Unë shpesh e kam fajsuar veten, nëse po bëj gjën e duhur apo jo, derisa rris fëmijë, duke ditur se kam kaluar në për këto përvoja dhe ka qenë e vështirë që unë të merre me jetën time. Mirë po, me që jemi këtu ku jemi sot, dhe në disa mënyra jam e lumtur që shkenca ka dëshmuar se trauma ime është bartur nëpërmjet shtatzënisë, jo pse unë nuk kam qenë nënë e mirë. Prania juaj sot këtu do të thotë shumë për ne. Do të thotë se ju kujdeseni për ne, keni treguar vëmendje për të bërë diçka për ata fëmijë të cilët janë prekur nga një diçka e cila u është bërë nënave të tyre pa fajin e tyre. Pra ju faleminderit gjithëve që jeni këtu. Zonja Vasfije, apo si e quajnë Buqja, për herë na emocionon me fjalën e saj. Çdo herë ku del, ku prezantohet, nga do që shkon, emocioni i saj na bart edhe neve.
Prandaj, dua të falenderoj që je kaq e fortë, kaq e guximshme, edhe për ta pranuar që nga njëherë si nën, se pikërisht atë dua ta adresojmë, me dashje apo pa dashje, bartët kjo traumë edhe të fëmijët e tanë. Dua ta falenderoj po ashtu që fal guximit të saj, tani kjo bë shembull edhe për një grua tjetër, siç e zonja Shurete Tahiri, Sulemani, e cila pak ditë më parë thej u heshtjen dhe publikisht vendosi që historinë e saj t'ia besojë institucioneve të Kosovës. Me shpresë që zonja Tahiri do t'i motivojë edhe shumë gra dhe vajza të tjera të kërkojnë drejtësi pranë institucioneve të Kosovës. Më lejoni tani që për një fjalë rasti taftoj drejtorin e Dignity, Institutit Danes kundër torturës, zotin Rasmus Grue Christensen, i cili vjen nga një background shumë interesant. Realisht, zoti Christensen është një ish diplomat i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Danimarkës, dërsa këtu sot e kemi prezent si drejtor ekzekutiv i Dignity, Instituti Danes kundër torturës. Ky institut realisht ka shtrirje në përmbar botën, ndërsa me Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e Mbijeturëve të Torturës ka filluar bashkëpunimin që nga viti 2001 dhe në qoftë se ne po shënojmë këtë ditë 20 dhjetorin dhe i gëzohemi të arriturave tona, duhet të jem falënderues edhe ndaj këtij institucioni i cili na ka përkrahur qysh nga viti 2001 për t'i vuar themelet e para të kësaj organizate. Lejoni të jap fjalën zotit Christensen. Faleminderit shumë. Shëlqësi, mbretërore, të nderuar mysafir, të pranishëm. Është një nder i vërtet dhe emocional që ndodhëm këtu sot dhe vërtet e çmoj lart mundësinë për të falenderuar ambasadën britanike në Kosovë që e ka mbështetur këtë pilot projekt studimor të realizuar nga Dignity dhe QKRT-ja. Studimi, siç u tha, e analizon pyetjen nëse pasojat e dhunës seksuale dhe trauma ndërlidhur me torturën a mundet në mënyrë gjenetike të bartet nga një gjenerat në gjeneratën tjetër. Ky është studimi më i fundit i një projekti të përbashkët studimor që i analizon efektet pas konfliktit dhe mënyrave për reduktimin ose zvogëlimin e dëmeve afatgjate në jetën e viktimave. Me fjalë të tjera, një studim rigoroz me perspektivë të fuqishme të ndërtimit të paqes, një studim i fuqishëm me një sfond emocional të madh. Dua të falenderoj gjithashtu ambasadën britanike që ka organizuar këtë takim të rëndësishëm, si dhe qeverinë e Kosovës që ka mbështetur këtë angazhim. Dua t'ju falenderoj të gjithë juve që ndodheni këtu dhe për punën tuaj në parandalimin dhe reagimin ndaj dëmeve të shkaktuara nga dhuna seksuale lidhur me konfliktin dhe tortura. Nga unë është kërkuar që fillimisht i them pak fjalë për organizatën ose institutin Dignity dhe pastaj për QKRT-n dhe të përpiqem që në fjalën time të flas po ashtu edhe për rezultatet e studimit. Dignity, që ka pasur një emërtim tjetër, Qendra e Rehabilitimit dhe Studimit të Viktimave të Dhunës Seksuale, është formuar në vitin 1982 nga doktori Inege Fineke dhe kolegët e tij, duke u përgjigjur një ftesë nga Amnesty International për të ndihmuar viktimave të dhunës seksuale për të përballur me pasojat. Ne kemi qenë një prej institucioneve të para në botë për të fokusuar në nevojën për trajtim të specializuar për viktimat e torturës. Në vitet pasuese, u formuan edhe qendra tjera rehabilituese në përbot dhe shumë shpejt u krijuan bazat për një rrjet mbarbotror. Sot Dignity është një prej aktorëve prijës mbarbotror që angazhohet për parandalimin e dhunës seksuale dhe për të ndihmuar viktimave të traumatizuara. Jemi qendër specializuar rehabilituese, një institucion studimor, zhvillimor dhe agent humanitar, si dhe avokat mbarbotror
për një botë pa torturë dhe dhunë. Ne bashkëpunojmë drejt për së drejti me partnerë në më shumë se 20 shtete dhe puna jonë ndërkombëtare përfshin edhe mbështetje dhe ndërtim afatgjat të kapaciteteve të organizata lokale. Një prej partnerëve tanë më të rëndësishëm është QKRT-ja. Në 20 vjetorin e përfundimit të luftës duhet shohim rrugën të cilën e kemi kaluar, si dhe çmimin e individëve dhe shoqërisë, plagët e fshehur, dhimbjen e fshehur që shumë njerëz i bartin me vete edhe sot e kësaj dite. Duhet përkujtojmë qindra mijëra civil të pafajshëm që u larguan, u dëbuan nga shtëpitë e tyre në vitet 98-99. Shumë prej tyre pësuan dhumë seksuale, torturë dhe kestrajtime të tjera. Në këtë përvjetor dua të përkujtoj në veçanti, në fakt të përgëzoj stafin e QKRT-s, drejtoreshën ekzekutive, doktoreshën Feride Rushiti, për kushtimi juaj, vizioni juaj, ka krijuar dhe ka vazhduar të zhvillojë QKRT-n si një organizatë të fuqishme humanitare. Partneriteti ynë me QKRT-n, në fakt, ka nisur prej fillimit. Viktimat e dhunës kryesisht janë trajtuar në qendrën shqiptare për rehabilitim dhe qendrën shqiptare për të drejtat njerëzit që kanë bashkëpunuar për të përballur me fluksin e madh të refugjatëve që nga Kosova që po shkonin në Shqipëri. Një doktoreshe re në moshën 20 vjeçare, Feridia inkurajoi një ekip të doktorëve kosovar që organizuan për të ofruar mbështetje mjekësore, psikosociale për refugjatët të cilët kishin ikur për në Shqipëri, në Tiranë, apo edhe u ofronin strehim emergjent në rrëthinat e një pishine në qytet. Lufta përfundoi në vitin 1999, mirë po kjo nuk ishte fundi i historisë së traumës. Traumat e kaluarës ishin ngrirë në mendje të shumë kujt. Drejtori i Dignity, i cili është pashtu pjesë e Komitetit kundër torturës, dhe Feridia ishin takuar me presidentin e Kosovës, zotin Rugova, për të krijuar qendrën e parë rehabilituese në Kosovë. Qëllimi i asaj qendre ishte që të adresoheshin nevojat masive për trajtimin e traumave fizike dhe mendore që kishin rezultuar nga shtypja sistematike e popullatës civile. Në tetor të vitit 1999, u krijohet QKRMT-ja bashkë me Dr. Jens Fulmi. Ajo ishte regjistruar si një OJ që jo fitimprurse në Kosovë, që prej atëherë Dignity dhe QKRMT-ja kanë punuar në bashkëpunim të ngushtë për të ndjekur një mision të përbashkët për të ndihmuar viktimave që kanë nevojë për ndihmë dhe drejtësi. Bashkëpunimi ynë afatgjat dhe hulumtimi është një aspekt kryesor i këtij partneriteti, sepse kemi një zotim të përbashkët për të bashkëdyzuar njohuritë tona dhe përvojat, dhe vazhdimisht synojmë në shndrimin e studimeve tona në ndihmë të drejt për drejt, klinike apo të komunitetit. Ky pilot studim të cilën po e prezantojmë sot analizon bartjen e mundshme të traumës ndërmjet gjeneratave në nivelin gjenetik nga nëna tek fëmijët. Këto studime epigjenetike në përbot kanë treguar se kjo mund të ndodhë, por natyrisht nevojiten studime më sistematike për të kuptuar dhe për të i vërtetuar këtë fenomen tragjik në mënyrë që të identifikohen ata që janë në rrezik në kohë të hershme dhe të trajtohen si duhet. Me financimin e ambasadës britanike, po punohet në këtë drejtim dhe projekti ka nisur para 6 muajve, kemi bërë progres të mirë dhe tani kemi rezultatet preliminare të cilat do të prezantohen hollësisht me disa slajde shkencore nga kolegja ime Zhelina Young pas disa minutash. Trauma që rezulton nga lufta, tortura, dhuna seksuale nuk përfundon kur mbarojnë luftimet. Ajo vazhdon të ndikojë në jetën e personave dhe mund të jetë pranishme në për disa gjenerate. Këto janë implikimet rëndësishme për strategjit në shoqërit pas konflikteve dhe ndërtimin e paqes. Shumë të mbijetuar kanë probleme fizike, mendore dhe shpesh nuk kanë mundësi të ballafaqohen me sfidat e jetës së përditshme. Studimet e bëra gjithashtu bashkë me QKRMT në vitin 2010 kanë
tregor se shumë prej viktimave vuanin nga dhimbjet e vazhdueshme që shpesh shtohej inferioriteti, zemrimi dhe pamundësia të kalimit të tyre. Shpesher këto do të mund të barteshin për familje. Kur dikush jeton me një dhimbje të vazhdueshme, të gjithë pastaj ndajnë barrën e ankthit, stresit dhe depresionit. Antarët e shëndetshëm të familjes shpesher janë të mbingarkuar duke marrë detyrat e personit i cili i vuan këto dhimbje. Shpesher këto trauma, me fjalë të tjera, i dëmtojnë të mbjetuarit, i shkatrojnë dinamikat familjar dhe shpesher i vënë në pikpyetje gjasat për qetësi dhe paqë. Shumë prej manifestimeve më traumatike të këtyre fenomeneve janë krimet e dhunimit dhe torturës. Për dhunimet janë të sankcionuara me të drejtën ndërkombëtare, mirë, po viktimat e përdhunimit dhe torturës seksuale vazhdojnë të jetojnë me dhimbjen vijuese. Shumë prej tyre jetojnë me ndjenjen se digniteti njerëzor i tyre u është vjedhur. Janë të përmbytura me fajen dhe turprimin. Shpesher fëmijët të cilët lindin nga femrat që janë nështruar kësaj dhune mund të manifestojnë sjellje jo të përshtatshme, por po ashtu edhe simptome klimatike të stresit, çrregullimit post-traumatik. Dhe këto përvoja mund shkaktojnë dëme në gjeneratat e ardhshme. Mirë, po tani kemi dëshmitë e ardhshme se trauma jo vetëm mund të ndikojnë në gjeneratat e ardhshme nëpërmjet bashkëveprimit shoqëror dhe mjedisor, por po ashtu mund të krijojnë edhe ndryshime epigenetike gjatë shtatzanisë. Ky është një pilot studim dhe është më rëndësi të dimë se sa është i përhapur ky fenomen dhe gjejmë metoda për diagnostifikim të hershëm dhe të krijojmë strategji për intervenim të hershëm. Shpresojmë se mund të mobilizojmë përkrahje për të zgjeruar këto angazhime studimore për tej fazës pilotuese. Ne në Dignity gjatë 4-5 viteve të fundit kemi krijuar një program rehabilitimi unik, shumë disiplinor që fokusohet në tërë familjet e prekura nga këto trauma dhe çështjet gjinore. Kemi familje me cilat punojmë dhe angazhohemi për avancimin e aftësive prindore dhe për integrimin shoqëror. Qëllimi i rehabilitimit familjar është që të promovohet zhvillimi pozitiv, po ashtu qëndrueshmëria e individit dhe kohezionit ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Në frymën e këtyre rezultateve jemi të sigurt që këto angazhime të reja rehabilituese duhet fuqizohen duke përfshirë hulumtimin dhe intervenimin në fazat e hershme të jetës së fëmijëve. Ky program duhet të zgjerohet dhe të adaptohet po ashtu nëpër vende të ndryshme sikur është Kosova dhe për këtë arsye besoj se do të kemi përkrahje në të ardhmen. Në një ndej më herë gjatë këtij viti, lartmadhëria juaj tha se duhet të krijojmë zë shprehse dhe të vazhdojmë për të vepruar. Unë dua të përgëzoj për kushtimin dhe angazhimin tuaj për të përkrahur parandalimin e dhunës seksuale nëpër konflikte dhe iniciativa që ndërlidhen me to. Ne shpresojmë, kemi shpresa të mëdha për këto iniciativa ambicioze për në të ardhmen, si dhe për kushtimin tuaj të guximshëm. Sot kemi arsye për të besuar se do të jemi në gjendje të punojmë dhe të veprojmë. Faleminderit. Faleminderit zoti Rasmus, faleminderit edhe që na sollet një pjesë të historisë së Qendrës Kosovare për rehabilitim qys në kampet e liçenit kur ne filluam punën së vepruari duke i rehabilituar dhe trajtuar dhjetra e qindra persona të cilët ishin zhvendosur nga Kosova gjatë periudhës së luftës. U mundova t'i ndaj disa nga fjalit e zotit Christensen për të dëshmuar edhe njëherë se sa është e nevojshme të rehabilitohen dhe të rimën këmbën plagët e luftës.
Pasi, si që dëgjuam edhe më herët, trauma nuk përfundon me mbylljen e betejës së luftës. Lufta për këto gra, vajza dhe djem vazhdon edhe sot. Kjo luftë bartet edhe në familje. Më lejoni tani të ndaj një pjesë të historisë së vogël të zojës Vasfije, e cila më luti faktikisht të ndaj me ju. Për faktin se ndoshta nga njëherë është edhimshme edhe emocionuse, të prezentohet nga jo, por në momentin kur kjo i ishte në nështruar dhunimit, i luste dhunusi që ta përfundonin aty me të. I luste që ta vranin që dhimbja e saj të shuajnë atë moment. Biles në rrugës sipër, derisa kjo ishte lënë e lirë në ata forme, kishte vendosur të shkonte te Vareza dhe aty të jetë fund jetës së saj. Por jeta vazhdoi dhe kjo ju kthy familjes, mirë po dhunusit i kishin lënë një porosi. E kishin lutur se kishin falë nga vdekja për faktin se kjo duhet ta barte traumën në përgjenerata. Dhe porosia e dhunusve ishte, në qovë se ti jetë gjallë, ti do të na kujtosh neve, jo vetëm ti, por familja dhe gjenerata që vim pas. Pikërisht për këtë arsye, ne jemi mbledhur sot këtu, jemi mbledhur për t'i dhënë dritë dhe dimenzion këtij krimi ndër gjenerata, jemi mbledhur këtu që në mënyrë shkencore të mundohemi të debatojmë dhe të gjejmë lidhjen e bartës së traumës nga nëna, e cila ju është ekspozuar dhunimit gjatë periudhës së luftës, tek fëmijët e saj, të cilët mund të jenë edhe në moshën 6 vjeçare tani, mund të jenë edhe 6 muaj. Pra ajo bartja përmes periudhës së shtatzanisë që shumë herë është e fshehur dhe fare nuk diskutohet në shoqëri. Këto 20 vjetë me radhë ne kemi diskutuar mjaft për të mbijetuarat. Një periudhë kjo temë ka qenë tabu fare, ka qenë i paprekur, mirë por na vjen mirë pas përkrahjes së vazhduar që kemi pas nga Britania e Madhe dhe donatorët e tjerë, kemi arritur që shoqërinë ta bëjmë me një dimenzion tjetër. Kemi arritur që shoqëria të ketë një percepcion të ri në këtë aspekt. Kemi arritur që të krijojmë siguri dhe pranueshmëri të mbijetuarave të dhunës seksuale. Dhe na vjen mirë që kësaj kauze tani ju kanë bashkangjitur edhe institucionet e Kosovës dhe vazhdojnë ta përkrahin tutje. Megjithatë, ka ngelur në heshtje familja. Ka ngelur në heshtje fëmijët e tyre. E dëgjut Vasin si tha, shumë herë kom çajt, kom dremis me një kënd për ta ruajtur fëmin tim për mos t'ia bart traumën. Pa qenë e vetëdijshme që kjo traumë mund të bartet edhe pa vedinë e saj. Shumë herë këto gra, vajza dhe nëna e kanë fajsuar veten e tyre, që s'janë nëna të mira, që s'ju japin dashuri fëmijëve dhe shumë herë këto simptoma i gjejnë edhe te fëmijët e tyre. Prandaj, ne si organizat kemi dashur pikërisht në këtë 20 vjetor edhe një herë të mbledhemi, të reflektojmë dhe të japim vëmendje të veçantë pikërisht këtyre fëmijëve, të cilët mund të jenë pjesë e traumës, por realisht për ta nuk flitet jo vetëm në shoqërinë kosovare, po mendoj në mbar botën. Prandaj, ky studim, i cili për herë parë është realizuar me nënat kosovare, mendoj se dimensioni i impaktit nuk e ka vetëm në Kosovë, por e ka edhe ndërkombëtarisht, pasi atje lart dikun ku edhe tani ndodh dhunimi fatkeqësisht si pjesë e konfliktit, nënat të cilat do lindin më vonë do bartin pasoja të ngjashme edhe tek fëmijët e tyre. Më lejoni tani, besoj që gjithë jeni kurioz, t'ja jap fjalën zonjës Shalin Wan, një epidemiologe e squar, e cila për Qendrën Kosovare për Rehabilitim është shumë e njohur, pasi studimet në fushën klinike me Qendrën Kosovare për Rehabilitim kanë filluar që vitin 2009-2010 dhe kanë vazhduar tutje, ndërsa në këtë konferencë zonja Shalin do ta shteloj aspektin e bartjes së traumës, ndërlidhjen e traumës nga nëna tek pasardhësit e tyre. Zonja Shalin, unë ju falenderoj për bashkëpunimin, për besimin që e keni pas për ta bërë këtë studim, nuk ka qenë i lehtë, është studim që ka mjaft përgjegjësi, senzitivitet dhe kosto, prandaj dua të ftoj që tani ta prezantoni se besoj që edhe audienca është mjaft e interesuar të dëgjojë nga ju se çfarë ka dalur nga studimi.
Gjatë marrëdhëri e nderuar, shkëlqësit të nderuara, zonja dhe zontri, është nder i madh për mua që dal këtu para jush që të prezantoj rezultatet e para të mekanizmit epigenetik të bartjes së traumës tek viktimat e dhunës në Kosovë. Ne ballafaqohemi me sfidat e përditshme për të zbutur dhimbjen njerëzore, por kemi edhe shumë çështje tjera për t'i adresuar, se si thyejm psikozat ose ciklet rrethët vicioz të traumës dhe dhunës në zonat pas konfliktit. Kjo është projekti i parë i financuar nga ambasada britanike, ku kemi bërë studimin e parë ose ullumtimin e parë epigenetik mbi traumën ndërbrezore në Kosovë. Me mbështetjen e partnerit ton, laboratori epigenetik në Universitetin Monash në Australi, që është prijës sa i përket studimeve të tilla, dhe një spitali në Kopenhag. Emërtimi i këtij projekti janë efektet ndërbrezore të çrregullime posttraumatike dhe rregullimi epigenetik në fëmijët e të mbijetuarve të përdhunimit. Dhe qëllimi kryesor është hetimi i hershëm dhe intervenimi në gjeneratën e dytë në një mjedis pas konfliktit, dhe dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj ambasadën britanike që ka financuar këtë studim të rëndësishëm pionier në këtë pjesë të botës. Ne kemi bërë shumë ullumtime studime bashkë me QKRMT-n prej vitit 1999, kur ajo është formuar, dhe një prej mësimeve të rëndësishme që i kemi mësuar është se ne i kryojmë politikat dhe strategjit e intervenimit, ku disa prej porosive kryesore të cilat i kemi mësuar nga ullumtimet e mëpërpashme, të cilat i përmendi zoti Rasmus Christensen, se rregullimi emocional nuk shihet vetëm tek anëtarët individual të familjeve, por ndikon në tërë familjen, që përfshin zemrimin, urrejtjen, fobin, kompleksin e inferioritetit, dhe kjo i smadhon ose i shton vuajtjet kronike. Ne kemi parë se shumë gra jetojnë me dhimbje të vazhdueshme në Kosovë për arsye specifike, dhe çrregullimet emocionale i vrejmë se janë shumë të dëmshme edhe për anëtarë tjerë të familjes. Njerëzit në ekonomi familjare me probleme emocionale dhe dhimbje mund shkaktojnë probleme të ngjashme edhe tek anëtarët tjerë të familjes, në veçantë anëtarët të shëndetshëm ose të shëndosh të familjes mbi ngarkohen duke marrë përsipër përgjegjësitë e atij ose asaj që ballafaqohet me dhimbje, vuajtje, dhe shpesh shohim fëmijët të ndërprejnë shkollimin apo punësohen me kohë të përkohshme, apo duhet ta ndërprejnë punësimin e tyre për ta përkrahur anëtarin e familjes që ballafaqohet me këto problematike. Ky problem mendor, jo specifik shëndetësor, është një problem evident në për familje. Kjo e sqaron shkallën e lartë të papunësisë në për rajonet të caktuara të Kosovës, e që ka implikime në një shoqëri pas konfliktit dhe strukturimin e zhvillimit ekonomik. Siç e thash, çrregullimet emocionale mund të jenë mjaft bartëse ose ngjitëse në për familje dhe tek anëtarët familjar të cilët brengosen për to. Feridja përmendi një studim që është bërë në vitin 2012 bashkë me të, kur unë kam qenë 7 zënë, isha në muajin e 5 të shtatzënisë, kurse Ferida në muajin e 7, dhe gjatë atij studimi pata mundësinë që të intervistoj disa viktima të luftës, 6 viktima të përdhunimit, me ndihmën e një përkthyese, dhe çdo natë në hotel isha e tmerruar dhe ndiqesha nga rrëfimet e dëgjuara nga viktimat, dhe po i replikoja pastaj ato përjetime në kohën e pushimit tim. Pra nënat
janë shumë më të ndjeshme ndaj çdo ekspozimi dhe këto ndjenja mund të jenë të bartshme tek cili do. Në bazë të kësaj përvoje, e kam kuptuar se sa është e rëndësishme që të adresohen trauma ndërbrezore, veçanërisht duke pas parasysh gratë ose femrat që kanë përvoja të rënda traumatike gjatë shtatzanisë së tyre. Pra, ashtu si që tha drejtori ynë dhe përgëzoi lartëmadhërinë e saj, se puna juaj ka qenë mjaft frymëzuese për studimin ose hulumtimin ton, ku ju thatë se do të sigurohemi që heshtja të shndrohet në zë shprese dhe arsye për të vepruar. Që ne të motivohemi nga parandalimi i dhunës, iniciativat për parandalimin e dhunës në zonat e konfliktit, dhe jemi shumë të kënaqur e të lumtur me punën e bërë nga ju, lartëmadhëria juaj. Ne dim që duhet të vazhdojmë me këto angazhime, por duhet të dim fillimisht si do ta bëjmë këtë, si do të adresojmë problemin në mënyrën e drejtë dhe të duhur. Kjo është një arsye pse Ambasada Britanike na mbështet shumë në këtë hulumtim për cilin do të dëgjoni tani. Qëllimi i këtij hulumtimi, pilot hulumtimi ishte që të adresojmë dy pyetje kryesore. Si mund të identifikojmë fëmijët që janë të rrezikuar për efekte afatgjate të traumës dhe cilat janë mekanizmat e mundshëm për këtë traumë ndërbrezore. Për të ndihmuar adresimin e këtyre pyetjeve, ne bëjmë matjen e markerëve biologjik në gjakun e fëmijëve që mund të reflektojnë se si reagojnë ato ndaj stresit, të cilët neve i shohim nga aktiviteti kortizotik, dhe si ndizën ose shkyqën gjenet e tyre që janë mekanizma teknik dhe shkencor dhe nuk do të flas hollësisht për to. Kortizoli është hormon kryesor i stresit që reagon ndaj situatave të mëdha stresuese ose traumatike dhe shpeshherë shohim që fëmijët kanë përvoja të vështira në moshë të hershme dhe kanë nivel të lartë të aktivitetit të kortizolit, por në anën tjetër, nëse fëmijët kanë nivel të ulët të aktivitetit të kortizolit, ata ka gjasë janë të ballafaquar me sjellje antisociale dhe të dhunshme. Dhe kjo është një arsye që në bazë të një studimi të mëhershëm të bërë nga Universiteti i Gjenevës dhe Holandës, shihen ndërlidhjet e mundshme ndërmjet aktivitetit kortizolit dhe ndryshimeve epigjenetike që ndërlidhen me ekspozimin e nënave ndaj traumës. Këto janë disa dhëna të studimit tonë epigjenetik. Ka shumë studime epigjenetike që janë bërë 2 vitet e fundit, por shumica prej tyre, ose 99% e tyre, janë bërë tek min dhe projekti i fundit është bërë me njerëzit. Janë 2 studime që janë bërë me të mbjetuarit e holokaustit, por mostra e përzgjedhur ka qenë shumë e vogël, vetëm 20 apo 30 pacient në projekt. Pra, gjithnjë më shumë dëshmit tregojnë se ka një ndërveprim ndërmjet gjeneve dhe mjedisit, e që mund t'i atribuohet këtyre zhvillimeve tek fëmijët. Stresi ose çrregullimet e stresit post-traumatik nënkuptojnë se zhvillimet në epigjenom do sjellin ndryshime afatgjate fizike, mendore dhe zhvillimore në ose tek njerëzit që janë ballafaquar me traumën, dhe përqindja është 20 deri 30%. Siç e thash, vetëm 2 studime janë bërë me njerëz, pra me të mbjetuarit e holokaustit, dhe asnjë nuk është bërë me të mbjetuarit e përdhunimit ose dhunës seksuale dhe torturës. Po studimi me të mbjetuarit e holokaustit ka treguar se ekziston një asociacion ose një ndërlidhje ndërmjet ndryshimeve të niveleve të stresit tek fëmijët që ndërlidhen me traumën e përjetuar nga nëna ose nënat e tyre. Pra, kjo është pak a shumë të dhënat shkencore dhe dua të tregoj shkurt se si faktorët e jashtëm ndaj cilëve ekspozohet gjendja e depresionit dhe ankthit mund ndikoj tek nëna dhe tek foshnjat gjatë shtatzanisë që mund të sjellin deri tek
që rregullimi i sinjalizimit tek hormoni i kortizolit derisa foshnja ndodhet në mitrin e nënës, si dhe ndryshimet strukturore të trurit të cilat ndërlidhen me programimin epigenetik gjatë shtatzanisë, i cili pastaj do sjell tek disa smundje ose probleme zhvillimore në fazat e hershme të jetës ose fazën e moshës së re të fëmijëve. Këto studime janë bën nga Dr. Joel Wren në Universitetin Monash në Australi. Këtu kemi më shumë informacione se përket strukturës epigenetike. Gjithë ndikohemi nga gjenet tona, por këto gjene gjithashtu ndikohen nga faktorët mjedisor dhe këtu mund të shihni se disa gjene mund të jenë aktivizuar ose çaktivizuar, ato ndikohen nga shprehit ushqimit, mjediset, nga rrethanat mjedisore, edhe ndryshimet klimatike apo shprehit e pirjes së duhanit ose alkoolit mund ndikojnë në strukturën epigenetike dhe këto nuk janë mutacione të ADN-s. Slajdi i jashtëm do të tregoj se cili është dallimi. ADN-ja, pra nëse ADN-ja normale pëson mutacion, atëherë keni një sekuencë të caktuar, e cila shihet këtu. Dhe në anën e dytë është ADN-ja që ka pësuar mutacionin, mirë po tek ndryshimi epigenetik nuk ka mutacion, por ka instalim përtej ADN-s. Epigenetik në kupton përtej ADN-s, që do thot diçka është gabim përveç ADN-s, i cili mund të bllokoj shprehjen e këtyre gjeneve. Për shembull, këto gjene duhet të prodhojnë hormonin e stresit në Q, me këtë ndryshim procesi do të ndryshohet, që do thot ndoshta nuk prodhoni mjaftueshëm hormone ose prodhoni më tepër. Pra nuk është ky një mutacion i ADN-s, por është një diçka që quhet ndryshim i procesit të prodhimit të proteinit, i cili mund të sjell disa smundje në jetën tuaj. Këtu kemi një shembull tjetër të efektit të ndryshimit epigenetik. ADN-ja jonë është sikur ky libri këtu, kurse epigenetike nënkupton diçka që po ndodh me ADN-n. Pra e keni një libër ose keni librin këtu përsëri, por ka edhe shumë gjëra tjera që lidhen me të. Pra kjo është mostra që është bërë tek studimet në min. Këta dy mine kanë të njëjtën ADN. Mirë po, një mit tjetër ka disa çrregullime në ADN-n e tij ose pjesë shtesë. E keni pjesën e gjakut në ADN-s, në pjesën e djathtë, e që ka ekspozim të dëmshëm. Pra ata kanë njëjtën ADN, janë min binjak, mirë po ato duken plotësisht ndryshe. Kjo s'do të thotë se është një mutacion. Pra s'ka asnjë mutacion, po thjesht është ekspozimi i miut ndaj rreziqeve dhe dëmeve. Dhe kësaj kanë ndodhur ndryshime në shprehjen e ADN-s së tyre. Metodologjia e studimit tonë është se kemi intervistuar 130 gra që kanë përjetuar dhunë seksuale dhe torturë gjatë luftës në Kosovë. Kemi përdor disa instrumente për të diagnostifikuar dhe gjitha ato gra ballafaqohen me çrregullimet post-traumatike. Dhe 64% të tyre ballafaqohen me këto çrregullime edhe 20 vite pas konfliktit dhe shumica prej tyre kanë lindur së pakut një fëmijë, e të cilat nuk ndërlidhen me dhunën seksuale. Pra asnjë prej fëmijëve nuk janë pasojë e përdhunimit. Shumë prej këtyre nënave gjatë studimeve na kanë treguar për brengat e tyre se fëmijët e tyre kanë shenja të problemeve emocionale ose të sjelljes agresive dhe ato nuk dinë si të trajtojnë situatat, për shkak se nuk kanë simptome të qarta dhe është vështirë të diagnostifikohen këta fëmijë në këtë fazë të hershme të jetës, nëse kanë probleme të shprehurit të ndjenjave të tyre ose kanë zemrim të vazhdueshëm. Ne dim që nënat jetojnë përdit me fëmijët e tyre dhe i hetojnë ndryshimet tek fëmijët e tyre. Prandaj kemi rekrutuar 100 fëmijë të ri
të këtyre nënave prej moshës 1 deri në 18 vjeçare që kanë lindur gjitha pas luftës së Kosovës dhe asnjë prej tyre nuk janë nështruar drejt për së drejti luftës, por vetëm nënat ishin ballafaquar me dhunë seksuale ose për dhunim gjatë luftës. Kemi marrë 2 mostra të gjakut, një sa i përket testit të aktivitetit të kortizolit dhe tjetra për analizë epigenetike. Dhe këtu kemi diçka teknike sa i përket pozicionimit të gjeneve të tyre. Kemi shfrytzuar sistemin më të sofistikuar të analizave bioinformatike që i kemi sot, e që është një studim pionier ose i parë me teknologjinë e avancuar për këtë projekt dhe këtu kemi disa rezultate. Ky është përshkrimi i nënave dhe fëmijëve që janë përfshirë në studim. Shumica ose gjitha prej tyre kanë çrregullime post-traumatike, afatgjate dhe 46% për tyre vazhdojnë të ballafaqohen me këto çrregullime dhe shumica prej tyre janë ndërmjet moshës 41-43 vjeçare, që do të thotë koha që ka kaluar 20 vjet prej se ishin ekspozuar, shumica prej tyre kanë qenë 19 deri 27 vjeçare. Këta fëmijë të cilët i kemi të përfshirë në studim janë të ri, pra janë prej moshës 9 deri 12 vjeçare, djeme, vajza dhe tregohet se nivelet e aktivitetit të kortizolit e këta fëmijë. Këtu kemi më shumë të dhëna se përket aktivitetit të kortizolit, e që kemi parë se 30% të fëmijëve në të dy grupet, të lindur nga nënat me çrregullim post-traumatik gjatë lindjes, kanë nivel abnormal të kortizolit, ose shumë të lartë apo shumë të ullët, sepse tek fëmijët në atë moshë nuk pritet që të kenë nivele kaq larta të stresit apo abnormalitetit se përket aktivitetit të kortizolit. Fëmijët të cilët kanë lindur nga nënat me çrregullime post-traumatike të stresit gjatë shtatëzënisë kanë qenë më të prekur nga nivelet e larta të aktivitetit të kortizolit krahasuar me ato që s'janë ballafaquar me këtë stres gjatë shtatëzënisë së tyre. Siç e thash më përpara dhe ndoshta keni harruar, aktivitetit e larta të kortizolit nënkuptojnë çrregullimet e stresit dhe këto grupe të fëmijëve të tregojnë simptoma por gjithmonë të pa hetuara ose pa detektuara. Ky grup i fëmijëve ka nivele të larta të stresit dhe për këtë arsye kjo sqarohet nga shqetësimet e nënave të tyre dhe kemi një grup të fëmijëve të cilët kanë nivel jashtëzakonisht të ulët të aktivitetit të kortizolit. E që se si fëmijët në familje e që nuk janë funksionale ose të traumatizuar kanë lloje të ndryshme të çrregullimeve. Disa mund të kenë depresion vetvrasës, kurse të tjerët aktivitet agresiv të dhunshëm. Kur kjo bëhet e parregullt, sa i përket rregullimit të stresit, ndërlidhet me dy aspekte. Në këtë studim ne tregojmë se kjo mund të sjellë tek nivelet e larta të stresit, ankthit për fëmijë, por po ashtu mund t'i bëj ata më agresiv dhe më të dhunshëm. Këtu është një gjetje epigenetike, është shumë teknike dhe nuk do lëshom në hollësi të këtij rezultati, por rezultati tregon se mosha e nënës, mosha e fëmijët dhe çrregullimet post-traumatike gjatë shtatëzanisë janë të ndërlidhura më shumë me këto çrregullime të ADN-s, e cila paraqitet tek fëmijët. Por e tham se ADN-ja ndërvepron edhe me mjedisin dhe ne gjejmë edhe faktor shtesë që të kontribojnë shumë këtij çrregullimi epigenetik ose ndryshimi epigenetik tek fëmijët që mund të ketë lidhje me mjedisin ose rrethanat. Ky studim ka nisur në mars të këtij viti dhe nuk do të mund të jemi në gjendje që të analizojmë në mënyrë gjithëpërfshirëse faktorët mjedisor duke përfshirë periudhën 20 vjeçare të kaluar në Kosovë. Kjo e dëshmon hipotezën tonë se ADN-ja mund të aktivizohet dhe çaktivizohet varësisht edhe nga mjedisi. ADN-ja e atyre që jetojnë në mjedis të rrezikshëm mund të
shkaktoj sëmundje afatgjate, apo mund të jetë edhe efekti kthyshëm i kundërt nëse jetohet në mjedis të mirë. Për këtë arsye është më rëndësi që të adresohen pjesa dhe zhvillimi i qëndrueshëm në një mjedis pas luftës për t'i mundësuar gjeneratave të reja të jetojnë e rritën në mjedis të shëndetshëm, të qetë, pa rrezikun me cilin është ballafaquar ose e ka bartur në natyrë gjatë shtatzanisë të tyre në nivelin epigenetik. Pra, analiza jonë epigenetike demonstron se fëmijët e lindur nga nënat me çrregullime post-traumatike gjatë shtatzanisë kanë një çrregullim diferencial të ADN-s në rreth 20 gjene, duke përfshirë metabolizimin, glukozën e të tjera. Ndikimi, pra si që thash më parë, nuk bëhet vetëm në shëndetin mendor ose nivelin emocional, por edhe atë fizik. Fëmijët, pra mund të kenë një rrezik të hershëm të problemeve me metabolizmin dhe me zhvillimin, sepse si që thash, ky është studimi i parë që kemi bërë, një analizë të përgjithshme epigenetike, asnjëherë nuk është bërë më përpara. Përpara janë përzgjedhur disa gjene, mirë po tani mund të analizohet edhe ndikimi në faza zhvillimore të fëmijëve përveç atij mendor. Të ngulitëra në aspektin biologjik me efekte afatshkurta ose afatgjata në zhvillimin dhe rrezikun e sëmundjeve në fazat e mëvonshme të jetës së fëmijëve. Pra, si që thash, si mendore ashtu edhe fizike. Ky është diskutimi sa i përket stresit toksik në fazat e hershme të jetës, që gjithashtu e krahasojmë edhe me studimet e mëpërpashme që janë teknike. Ka edhe studime tjera të cilat kanë të bëjnë me ndryshimet epigenetike në fëmijë e lindur nga nënat që janë nështruar dhunës në familje, dhe ato kanë treguar se ndryshimet epigenetike të ndërlidhura me shkallën e ulët ose me peshën e ulët të sapolindurve. Gjatë shtatzanisë, nënat po ashtu kanë pasur çrregullim post-traumatik dhe tregojnë se ndryshimet epigenetike në 2 gjene të caktuara, të cilat rregullojnë metabolizmin, dua të nënvizoj se kjo ka të bëjë në aspektin e përgjithshëm të zhvillimit të fëmijëve, duke përfshirë metabolizmin dhe sistemin e zhvillimit. Këtu dua të tregoj një slajd të Aleancës së Parandalimit të Dhunës Seksuale. Unë jam antare në komunitetit për hulumtime se përket parandalimit të dhunës, ku kemi nënvizuar dhe theksuar rëndësinë e fokusimit në përvojave të hershme fëmijërore, të cilat krijojnë këtë stres toksik. Stresi toksik është jashtëzakonisht i dëmshëm dhe është një faktor rreziku fundamental për sëmundjet e mëvonshme dhe zhvillimin. E para, në fazat e hershme të 10 vitet e para, do të filloni të shihni që fëmijët kanë pengesas shoqërore, fizike, kognitive, nuk kanë suksese në shkollë, vështirësi në ballafaqimin me mësimdhënësit, kurse gjatë kohës kur janë teenager mund të krijojnë shprehi të dëmshme, si tymosin e duhanit, pirjen e alkoolit, dhe më vonë pa aftësi ose probleme afatgjate shoqërore dhe sëmundje kronike ose ndoshta vdekje të hershme. Përvojat e hershme fëmijërore janë shumë të rëndësishme sa i përket problemeve të mëvonshme shoqërore ose shkallës së vdekshmërisë së hershme. Në pas të këtij studimi, angazhohemi që të shohim si mund të ndihmojmë në tejkalimin e problematikeve. Ne duhet kemi më shumë fonde për studimin e ndërveprimit të gjeneve në ndërlidhje me çrregullimet post-traumatike dhe efektet ndërbrezore tek fëmijët, sepse thamë se jemi fokusuar në çrregullimet post-traumatike tek nënat gjatë shtatzanisë për sot tani, duhet të analizojmë edhe faktorët mjedisor
se si ata faktor mund ndikojnë dëmshëm dhe si mund parandalojmë të ndryshime. Përmirësimi i shqyrtimit dhe diagnostifikimit për hetimin e hershëm të fëmijëve në rrezik dhe veçanërisht për ata fëmijë të lindur nga nënat që janë ballafaquar ose kanë përjetuar dhunë seksuale ose torturë dhe që rregullime post-traumatike gjatë shtatzanisë. Ka vërtetim të madh për këto analiza për refugjatët, nënat, baballarët, mirë po është vështirë që të analizohen fëmijët për të parë se cilët janë më të rrezikuar, por duam të nënvizojnë rëndësinë e fillimit të këtij shqyrtimi ose analizimi sa më herët që është e mundur, mirë po nuk përfundon gjithçka këtu. Pak më përpara thash se nuk ka mënyrë valide për të analizuar fëmijët, sepse ata mund të kenë probleme me të folur, të sjelljes e të tjera. Për këtë arsye na nevojiten holumtime më të përgjithshme për analizimin e atyre fëmijëve të cilët janë lindur nga nënat me përvoja të rregullimeve post-traumatike ose të dhunës seksuale apo torturës. Natyrisht është më rëndësishme që të kemi programe gjithëpërfshirëse rehabilituese për këta fëmijë dhe të rriturit që manifestojnë këtë lloj problemesh. Siç e tham, nënat e vrejnë që diçka nuk është në rregull me fëmijët e tyre, por asnjëherë nuk i dërgojnë tek mjeku sepse mendojnë se është pjesë e zhvillimit të tyre apo janë të turpëruar. Në studimin ton shohim se 30% të fëmijëve kanë aktivitete jo normale të kortizolit. Dhe kjo është arsye për fillimin e menjëhershëm të rehabilitimit. Natyrisht, në studimin ton, në nivelin epigenetik, ne shohim ndryshime dhe disa prej tyre nuk kanë shkaktuar ndonjë sëmundje ose problem të madh, por duhet kemi programe rehabilitimi për të ballafaquar me këto problematika. Për këtë arsye, zoti Rasmus Christensen, drejtori i Dignity, e përmendi se Dignity ofron modelin e përgjithshëm për trajtimin e këtyre çështjeve, që kur kemi filluar të vlerësojmë rëndësinë e analizimit të tërë familjes në adresimin e këtyre problemeve. Për këtë arsye është në rëndësi që të ndërpritet ky rreth vicioz i varfërisë, traumave dhe problemeve që e pengojnë zhvillimin e fëmijëve dhe mirëqenien e tyre. Pra dua edhe një herë të falenderoj ambasadën britanike që e ka mbështetur këtë punë të jashtëzakonshme dhe këtë ulëmtim. Pa ndihmën tuaj kjo punë nuk do të ishte mundur dhe dua të përgëzoj këtë iniciativë për parandalimin e dhunës seksuale. Gjithashtu dua të përgëzoj të gjitha viktimat e dhunës dhe gjitha nënat që ballafaqojnë me dhimbje. Ne gjithë e dim sa e vështirë është që të rritet fëmia. Një fëmijë i shëndetshëm rritet nga një nënë e fuqishme. Ju faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit. Strong nation is raised up from a healthy mother. Më pëlqen përfundimi juaj. Në hulumtimit edhe padyshim patëm mundësi, edhe pse dua ta theksoj edhe një herë që ky studim në vetvete paraqet vetëm të dhënat preliminare, domethënë ende nuk është përfunduar si i tillë dhe studimi si i tillë është pilot studim, domethënë është bërë për herë të parë me idenë që nxjerr edhe pyetje tjera për ta testuar edhe më tej këtë bartje të traumës ndërgjenerata. Mirë po ne patëm rastin të shohim dhe të dëgjojmë nga zonja Shalin që pasojat të cilat bartën të gjenerata e dytë nuk janë vetëm çrregullimet shëndetit mendor që ne ndoshta në praktikën tonë përditshme i hasim te klientat. Pasojat të tilla mund të manifestohen në çrregullime metabolike, pastaj në çrregullime të rëndësishme të shëndetit, po mbi të gjitha prekun edhe sistemin imunitar dhe sistemin dhe zhvillimin social të një fëmije.
Unë me kaq dua ta falenderoj edhe një herë zonjën Shalin, e di që ka qenë studim shumë shkencor, ndoshta për disa nga ju për herë të parë keni dëgju, uroj që edhe përkthimit ketë qenë në nivel të duhur për t'ia transmetuar gjitha dhënat. Dua ta hap mundësinë për të diskutuar dhe debatuar rreth këtij studimi, duke falenderuar një herë Shalinën për prezantimin e saj. Tani më lejoni të hap diskutimin, kushdo që ishte interesuar për të bërë pyetje rreth studimit. Po, okej. Ndoshta vetëm prezantoj veprore për hir të audiencës. Patjetër. Veprore shehu vin nga Organizata Medica Kosova, e cila po ashtu që 20 vite merret me përkrahjen psikosociale, juridike dhe ekonomike të viktimave të mbjetuarave dhunë seksuale gjatë luftës. Dua të përgëzoj KRCT-n e posaçërisht Feriden, mikeshën time, që për gjitha këto vite ka ofru përkrahje për këto gra. Këtu i kemi dy ambasadore të guximit, e quaj edhe zonjën Shureta, ambasadore në këtë rast, të cilat na kanë motivu që të punojmë me këto gra, akoma më tutje. Unë si udhëhece një organizate që punon me këtë kategori të ndihshme, kaq të ndihshme të shoqërisë, ndihem shumë e motivuar, edhe për këtij studimi ndihem pak më shumë e siguruar vetvete, që rastet që ne i kemi has gjatë gjithë këtyre viteve të traumës së bartur tek fëmijët, jo vetëm tek fëmijët që kanë qenë dëshmitar të dhunimit të nanave tyre, që ndosha në të ardhmen zonja Shahine, Po, Shalin. Mund të ketë hapësirë të lumtoj akoma më shumë prekjen direkte të traumës, jo vetëm ato që bartet më vonë, si të qenunit e dëshmitar të dhunimit të nanave tyre, mirë po edhe trauma që është bartë tek fëmijët e vegjël edhe pas shumë viteve, kjo më pëlqej që ka qenë pjesë e studimit, se ne kemi konsideru që pas disa viteve, forca e bartjes së kësaj traume zbehet. A realisht nuk është ashtu. Kemi pas raste kur bashkëshorti që kishte sjell gruan e tij, e cila ishte akoma me simptoma shumë akute të traumes, për shkak se s'kishte marrë përkrahje një kohë gjatë në organizat, kishte ardhur për të aplikuar për njohjet statusit. Dhe ajo që kishte brengos mas shumti, bashkëshortin e kësaj nane, që kishte një fëmijë 3 vjeçar, ishte sjellja e fëmijët që vazhdimisht i binte për plaste kokën për dyshemi. Gjatë bisedës me do të thot psikologja që kishte bisedu edhe kishte marrë disa seanca me këtë nanë, e ka pa që fëmiu i kishte pa nanën e vet tu për plas kokën për murit i saj edhe për dyshemi. Dhe fëmiu e përsëriste dhe bënte të njëjtën gjë. Ne nuk kemi qenë vetëdijshme që kjo ka të bëjë edhe me gjende. Kemi mendu thjesht që kjo ka të bëjë më tepër me reflektimin e traumes behaviorale, por edhe asaj psikologjike tek fëmijët e tyre. Mund vjen mirë që në aspektin shkencor po dokumentohet një bartje e tillë. Dhe që kjo i jep me kuptu edhe më tepër, edhe neve si ofrues shërbimeve, po mbi të gjitha edhe vetë të mbjetuarave, se kjo nuk ka të bëjë me vullnetin e tyre të qenunit nan e mirë apo e keqe, si shta edhe zonja Vasfire. Prandaj ju përgëzoj për këtë studim, jemi në dispozicion për studimet më të tjeshme, kemi rastet të lindjes së fëmijëve si pasojë e dhunimit, kemi shumë gra që kanë pas fëmijët afër gjatë aktit dhunimit dhe që ata manifestojnë akoma më tepër simptoma të traumes, por kemi edhe fëmijë që i kanë bërë këto simptoma. Dhe shpresoj që ka hapësirë vërtet me intervenu, të kemi një rini të shëndetshme, fëmijëri të shëndetshme, rini të shëndetshme, dhe me qenë se nëna është shtylla e familjes dhe e shoqërisë,
vërtet mirëqenia e saj të reflektojë edhe në mirëqenien e mbar familjes, në raport fëmijëve të tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani ju kisha lutur, dikush që është interesuar rreth studimit, ju veç e pa që ka një korelacion të rritjes së kortizolit dhe nënat të cilat ballafaqohen ende me PTSD. Thank you very much. I'm named. Faleminderit shumë, jam Naim Telaku dhe kam një pyetje për doktor Shallinën. Si pas rezultateve të cilat i prezentuat, është e qartë që efektet e të qenit t'i ekspozohet përvojave traumatike për një kohë të gjatë, ka një si rezultat aktivizim më të gjatë të pjesës së hipotalamusit. Dhe kur njerëz kanë një aktivizim të kaq të gjatë, zakonisht është rezultati që atrofia përhershme e trurit, do të thotë rrudhja në pjesën hipokombore të trurit. Kështu që do doja t'ju pyes nëse keni menduar lidhur me kontrollimin e të posalindurve, nëse kanë ndonjë abnormalitet ose normalitet të trurit të tyre si pjesë, si pasojë kësaj apo diçka ngjashme për shkak të traumës ndërbrezore së ndërgjeneratave. Ju faleminderit shumë për pyetjen që më bën. Në fakt, unë kam një slide shumë teknik për të përgjigjur në pyetjen tuaj lidhur me fazën e hershme të ndryshimit të strukturës së trurit, por mendoj që ishte shumë teknike, kështu që e hoqa. Në fakt është interesi unë që të bëhet skanimi i trurit dhe të planifikojmë sa bëjmë këtë në Danimark, në mënyrë që të kemi një skanim të trurit të fëmijëve në fazën e hershme, sepse është një studim të cilën dua ta tregoj që mirë po kam hequr tashmë për prezantimin që është bërë në fundin e vitit 90 dhe fillim të viteve 2000 nga një hulumtues i famshëm britanik që tregon ndryshime strukturore në tru pas tek fëmijë 3 vjeçar që kanë në mënyrë sistematike kanë përjetuar përvojë fëmijërore ose të neglizhimit të fëmijës. Këtë mund të shihni ndryshimin në kortizolin në tru dhe cilat janë probleme të përgjithshme në zhvillimin e tyre. Pra në 2 ose 3 vjetëve mund të shihni po ashtu ndryshimi strukturor. Janë më të vogla. Kjo është arsyeja pse përmenda që ka ndikim në të mësuarin sënit akademik dhe kjo çon deri tek përmbushja më ose performanca më e dobët, sepse në fazat e hershme shihet kjo. Por se kam pas me vete sot këtë slide që tregon lidhjen me anën epigenetike, por planifikojmë që të bëjmë skanimin e trurit të fëmijëve së bashku me të gjetjet ose rezultatet epigenetike. Faleminderit. Mimoza Shahini, nga Qendra e Shëndetit Mendor për Fëmijë dhe Adoleshentë me qendrën klinike universitare të Kosovës. Jam mjaft e nderuar që jem sot këtu për faktin sepse jemi mbledhur për një çështje shumë problematike, sidomos që 20 vite pas luftës. Më interesoj në raport me studimin që keni bërë, do të thonë duke qenë se jemi duke folur për ndikimin e mjedisit, i cili është në gjendje që të ndikojë edhe ekspresionin gjenetik, për ato fëmijë të cilët kanë paraqitur ndryshimet nivelit kortizolit. Ju përmendët 3 faktorë, përmendët moshën e nënës, moshën e fëmijës edhe PTSD-n si element të cilët kishin ndikuar në rritjen e kortizolit, po më interesonte ka ndonjë element tjetër nga mjedisi, i cili ka qenë shumë i shprehur te këta fëmijë, edhe pyetja e dytë ime në ato 70% në të cilën ju nuk keni gjetur ngritje të nivelit të kortizolit, besoj që aty keni mundur shikoni kush janë faktorët mbrojtës. Ka ndonjë dhënë paraprake për këtë? Faleminderit. Yes. Po, ne nuk e kemi jetuar faktorët mjedisor, mirë po kjo është plani për fazën e hershme, siç e përmenda, së pari duam të shohim ndryshimin epigenetik, sepse si thash nuk ka ndonjë studim tjetër në cilin është treguar dhe mund të shohim që ka një ndërveprim të mjedisit dhe në fakt unë pres që
do të ketë faktor të jashtëm shtesë që i kontribuojnë ndryshimit të ADN-së të atyre fëmijëve, kështu që duhet të jetojmë pakës më shumë cilët faktor të jashtëm mund të jenë. Si që përmenda, ka shumë faktor të jashtëm mjedisor që mund të përkesojnë gjërat ose t'i kthejnë në një fazë të normale dhe sa më lart, do të thënë mjedisi ku ka varfëri ose politikisht toksik, helmues ose një mjedis jo i shëndosh në shkolla, stigmatizimi, pirja duhanit, alkoholi, të gjitha këto mund të kenë ndikim në këto ndryshimet e gjenetike, mirë po nuk kemi pasur resurse kështu që nëse ja ofrojmë strehim të sigurt atyre fëmijëve që të mund të kthejmë pas ato ndryshimet gjenetike që kanë marrë nga nëna e tyre dhe në çfarë niveli mund të kthejmë pas ato ndryshime, nëse mund të ofrojmë mjedis strehimi të mirë. Dhe është kjo përgjigje dur se po unë e shoh ndryshe pyetjen tjetër ka shumë faktorë rreziku në mjedis dhe është edhe faktori mbrojtës. Mirë po, e keni zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, mjedisi pozitiv të jetuarit, natyrisht që kjo në shoqëritë pas luftës duhet të shtrojnë rrugat në mënyrë që ato gjene që janë ndezur ose kyçur që të mos përkeqësohen nëse mund të ofroni një mjedis të mirë për gjeneratat e ardhshme. Faleminderit. Thank you very much that you're here. Faleminderit shumë që keni ardhur sot këtu dhe vërtet është me rëndësi për ne si nëna që të kuptojmë studimin të cilin e keni bërë. Pyetja ime është si sa po ardhur, kur shkoni në vendet e reja në fakt dhe jeni refugjat. Mendoj që është vërtet e rëndësishme që të saktësohet që nënat që vinë nga zonat e luftës dhe cilat kanë përjetuar për keqpërdorim seksual ose abuzim seksual me stresin post-traumatik. Ato kanë nevojë nga vendi në cilin jetojnë, dhe që të kenë ndihmën e vendit ku jetojnë dhe të gjykohen se si po sillet ajo nën, sepse nëna ka nevojë për ndihmë në mënyrë që t'i ndihmojë fëmijëvet vet. Kështu që do doja të adresoj këtë çështje ose ngris këtë çështje si nën. Po mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, po mendoj që zakonisht ne vetëm ofrojmë asistencë ndihmë për nënat refugjate dhe nuk gjykojmë sjelljen e tyre sepse është e kuptueshme që njerëzit reagojnë ndaj stresit dhe traumatave, madje askush nuk sillet njësoj se gjithë kanë një lloj panike dhe frike dhe nuk sillesh normal ose zakonisht ju sillesh zakonisht, kështu që kjo është e kuptueshme, po. Po, ka të interesuar, po. Faleminderit Shureta. I would like to ask... Dua të pyes duke bazuar në hulumtimin, çfarë programe intervenuese do të rekomandoni për të punuar me fëmijët? Siç tha kryeshefi ynë ekzekutiv zotëri Rasmus Christiansen, që kemi përvojë duke në të terapive të familjeve, terapive në grup, kështu që ka qasje individualiste për të trajtuar këtë raste. Mi po Dignity, organizata ka marrë shumë ose ka pranuar shumë refugjat nga rajonet të luftës dhe kështu që kemi e gjejmë lidhjen familjare dhe raportin, çështjen e raportit është me rëndësi thelbësore për rehabilitimin nga trauma. Për këtë arsye duam të adresojmë tërë familjes, merrem me tërë familjen për atë arsye përmenda që ekziston program rehabilitimit për tërë familjen dhe shumë e rëndësi për të adresuar nevojat, jo vetëm të viktimës së traumatizuar, por edhe të bashkëshortëve dhe për shembull edhe burri, bashkëshorti
vuan shumë dhe kam vuajtur, nuk kam mundur të flas, kemi pa shumë gjëra të tilla në klinikën tonë, ata janë shumë zemruar dhe ju vjen turp mirë, po nuk kam mund të shprehin zemrimin e tyre. E njëjta gjë mund të shihni edhe problemet e sjelljes dhe emocionale tek fëmijët, pra ne do të zhvillojmë programet e terapisë familjare për të trajtuar çështjen e familje. Nganjëherë i përfshin vjerrin ose vjerrën, janë çështjet e raporteve ndërmjet. Dhe po ashtu, nëse ka probleme në familje, përkeqësojmë vuajtjen tuaj nga ajo traumë. Dhe nëse në mes në anëtarët familjes nuk diskutohet kjo çështje, atëherë për këtë arsye vazhdon të ekzistojë trauma. Për këtë arsye duhet të adresojmë këto raporte dhe besimin dhe gjëra që nuk fliten në një familje. Dhe ne e reklamojmë shumë këtë terapi në grupe, madje e kemi terapi në çifteve, mirë po mendoj që në Kosovë është një kontekst tjetër, kështu që duhet të modifikojmë një gjë të tillë. Mirë po përveç kësaj është shumë e rëndësishme, sepse përmes këtij programi adresojmë këto çështje, mirë po duke u bazuar në këtë do të thoya që sa më herët që të jetë e mundur, ne na ka munguar hulumtimi atyre fëmijëve në fazën e hershme sepse ne nuk e dimë se si shprehin këtë, kështu që është shumë e rëndësishme, madje duhet të fillojmë me programin e trajtimit në familje, ku fëmijët janë në moshe shumë të hershme dhe duhet të fillojmë me hulumtimin për t'ju ndihmuar më të rinjve, që fëmijët në moshën më të vonshme tinexherët të shprehen vetë dhe tregojnë se çfarë problemesh kanë dhe çfarë raporti kanë me prindërit e tyre. Mirë, fëmijët në moshën 5 vjeçare është shumë vështirë me ta, duhet të hulumtojmë, kemi resurse tjera për të investuar në intervenime të tjera. Shpresoj që ishte përgjigje duhur për pyetjen tuaj. Faleminderit Xhanin. Pala prej Universitetit Nottingham Trent në Angli. E pata një pyetje veç për sqarim. Se nuk e kam qartë gratë që janë intervistu për këtë hulumtim, a ishën gjitha viktimat dhunës seksuale, apo përgjithësi gratë që kanë përjetuar trauma të ndryshme të... Të gjitha kanë qenë viktimat të dhunës seksuale, të ekspozuar. Sepse kisha pas, do të thënë, më qenë interesant, mendoj që PTSD-ar vetvete si... për me kuptua ka qenë efekti shtatzanis, apo i ndoshta PTSD-s të vazhdueshme mbas shtatzanis dhe edukimit fëmijë të hershme. Faleminderit. Pyetja parë, keni shumë pyetja parë është se gjitha gratë, që kanë qenë 130 gra nga baza e dënave nga QKRMT-ja, pra gjitha ato gra që kanë përjetuar tortur dhe dhunë seksuale gjatë luftës dhe natyrisht kanë përjetuar traumat të tjera, po ashtu mirë, po në këtë studim në veçantë jemi përqendruar te gratë të cilat vuajnë nga dhuna seksuale dhe tortura gjatë luftës. Kjo është pyetja e parë dhe cila ishte pyetja e dytë? Po, fëmijët të cilët kemi rekrutuar në studim kanë qenë prej 1 deri në moshës 1 deri në 18 vjeç dhe e pata edhe një pyetje tjetër që se kuptova. Unë vetëm po pyetesha nëse sepse nuk isha në dieni për moshën e fëmijëve, pyetja nëse efekte e vazhdueshme të PTSD-s ose stres post-traumatik kanë mund të ruajtur të luajnë rol në nivelin e kortizolit të fëmijët. Po, familja është një faktor më rëndësi në këtë mirë, po kjo është arsye që duam të shikojmë ndryshimet epigenetike, kjo tregojnë ndryshimin epigenetik, të gjetëm një gjend caktuar që ka të lidh me HPA-n e kështu me radhë, domethënë ekziston një lidhshmëri. Erasmus Spaceship e ka përmend pashtu që këto trauma ndërmjetësore që mund të jenë shoqërore ose sociale, sepse për shkak të frikës
Dhe frikës nga stigmatizimi në familje dhe në mjedisit, do të thotë që fëmijët kanë një nivel shumë të lartë stresit. Për këtë arsye kemi këtë studim. Duam të shohim nëse kjo është nxitur biologjikisht, sepse kjo mund pasaj pasotet dhe gjenerata tjetër. Për këtë arsye shikojmë edhe nivelin e epigenetik si dhe faktorët mjedisorë. Studimi tradicional në traumat ndërmjetësore fokusohet vetëm në aktivitetet e kortizolit, sepse kjo mund të jetë edhe bazë të faktoreve mjedisor, por mund të ndryshojë që shihni ndryshimin epigenetik, do thotë të është duke do diçka tek fëmijët kur janë në zhvillim. Edhe një pyetje tjetër. Vetëm mikrofonit lutem prit se mungon përkthimi pasaj. Jam doktoresha Zefia Gjoni Doraku, ginekologe nga Uqini. Do kisha një pyetje. Gratë të cilët janë gjithmonë në stres patologjik, them në këtë rast, ka risk të madh edhe në gjatë lindjes, pra janë lindje të cilët ato e përjetojnë në ato momente dhe kanë lindje të vështira të cilët ndikojnë ndoshta dhe është bën një studim të shihet të lindje patologjike. Jo patologjike, por lindje për shkak të stresit. Mos këto ndikojnë edhe në këtë. Ka ndoshta ndonjë lidhje mes kësaj, a vetëm probleme tjera? Në fakt, studimi jonë është përqendruar më shumë me pa bartjen e traumës tek fëmia, dhe më ndërlidhja mes nanës dhe fëmisë. Nuk e ka pas fokus me pa... Lindjen me... Po, nuk ka qenë ai fokusi, megjithatë ndoshta Shalina ka ndonjë hulumtim që mundet me ndonë, nuk e... Ndoshta do të ishte mirë që edhe këtë merret si një faktor që mund të jetë pris, ose mund të ketë ndikim dhe të studiohet edhe ky lloj faktorit. Faleminderit. Faleminderit. First at all, së pari nuk ka ndonjë studim lidhur me lindjen e vështirë të fëmijëve dhe lidhjen me këto ndryshime epigenetike, po e di që është një studim tjetër që çon deri te ndryshimi i përkohshëm epigenetik, po ai është i kthyeshëm se është i përkohshëm. Edhe unë kam një diagnostil që kam lindje shumë të vështira, po kjo ndikon gjatë një periudhë kohore, qysh në fillim të muajve të para, apo të javëve të para të pasi që e lindi fëmijën. Mirë, po, si që përmenda, nuk ka ndonjë studim të tillë lidhur me lindje të vështira, por lindja vështirë mund të shtojë në fakt, mos rris barën tek ndryshimet post-traumatike të ato nëna. Dhe nuk ka qenë përqendrimi në ky, mirë, po vetëm po e përmend që është një hulumtim i posaçëm që e përmend përvojat e tillë se Syria quhet, ose am vërtet lindje me prerje cezariane që mund të jenë ndryshime epigenetike të përkohshme dhe mund të shkaktojnë trauma dhe ndryshime epigenetike pas të bëhet një lindje me prerje cezariane. Tjetër, po. Edhe dy pyetje janë aktualisht. Edhe pse po ngutmi se pasaj do ta vazhdojmë protokollin e konteshës, ju kisha lutur ndoshta pak më shkurt me qenë pyetje. Po. Përshëndetje, e vlerësoj shumë këtë punim, me të vërtetë që ka të dhëna dhe fokus shumë të rëndësishëm. Ato që mu më intereson është se a është studiuar apo është përfshirë kualiteti i marrëdhënies në çift tek gratë, domethënë që kanë qenë viktima të përdhunuar të seksuale, dhe a kish me pas mundësi, domethënë që kjo kualiteti të ndikojë në gjendjen e kortizolit gjatë shtatzanisë të fëmijëve. Kjo është pyetja e parë, dhe e dyta është ky studim, domethënë ne po e vrim që është shumë e rëndësishme edhe identifikimi dhe intervenimi pas konflikteve. A kish me u bë ky punim në parandalimin e konflikteve që mos me u marrë me pasojat, sepse ne e dim që viktimat e abuzuara gjithnjë e kanë një hije nga domethënë përpunimi, nga PTSD-ja. Faleminderit. Në fakt, ndoshta unë mundem një don përgjigje disa nga pyetjet, në fakt studimi
gjatë luftës, dhe më thënë nënat të gratë të cilat kanë qenë aktualisht me PTSD dhe gratë të cilat kanë shpresh shqetësime tjera. Dhe më thënë, ky ka qenë grupi i studimit dhe më pastaj është parë të fëmijët, ndryshimet epigenetike apo edhe niveli kortizolit. Tash, a ka unë përdor ky studim për parandalim, besoj që këtu e kemi personin e rëndësishëm, e kemi Contagion Wessex, që është pjesë aktive e PSVI-t, që mirët ekskluzivisht me parandalimin edhe lobon në parandalimin e konflikteve, dhune seksuale në konflikte si armë luftës, du që ne shpresojmë që ky studim për te dimenzioneve nacionale kosovare që ka me mëna mobilizu për me marë hapa konkret qoftë me sanu gjendjen, qoftë me studiu edhe matutje çështjen, ka me ndiku edhe botërisht që edhe në parandalim, po edhe njëkohësisht me dhe një vëmendje të veçantë për gjeneratën e dytë, e cila aktualisht është nën hije dhe nuk diskutohet fare në raport me pasojat që i bartin ata. Thank you. My name is Ladin. Faleminderit, unë jam Ladin dhe dua të them një gjë si e mbjetuar. Këto studime janë të rëndësishme sepse ato tregojnë se detektimi i hershëm ndihmon, po edhe detektimi ose hetimi i hershëm është shumë i rëndësishëm sepse ndihmon nënave që të marrin ndihmën e duhur. Ajo që shohim këtu është se kur njerëzit shohin se marrin ndihmën e duhur, atëherë kjo është më rëndësi sepse edhe fëmijët e tyre një ditë do bëhen prindër dhe nuk do duhet ishin të traumatizuar, që do thotë se gjenerata pas gjenerata, breza pas breza do të ndikohen dhe kjo është ndrohet në një lloj epidemie pastaj. Prandaj këto studime dhe ky në veçantë është shumë i rëndësishëm dhe duhet të ndihmojnë njerëzve që të marrin parasysh gjithçka që është e mundur e pastaj të adresojnë problematikën në mënyrën më të drejtë të mundur. Në paralajmërim që më dohet ta ndalim diskutimin, ta përmbyll konferencën, megjithatë dua t'ju informoj që poshtë në katin e parë servohet dreka dhe zonja Shalin do jetë me ju ku mund të vazhdoni pyetjet dhe të debatoni rreth studimit. Unë dua ta përmbyll konferencën, je keq për ata që s'patë mundësi ndoshta me ngrit pyetje, po them që mund të vazhdoni poshtë. Dhe dua ta falenderoj Contagion Wessex, lartmadhërinë e saj që e madhështoi prezencën e kësaj konference me ekipin e saj, dhe njëkohësisht uroj dhe shpresoj që këto dhëna të jenë trumbetues jo vetëm për Kosovën, po të sjellin një dritë edhe një shpresë edhe për mbar botën, për faktin se po e shohim që dhuna seksuale e luftës nuk e lën pasojën vetëm të viktima, jo vetëm të familja, por edhe të gjeneratat që pasojnë. Prandaj, jemi mbledh këtu në 20 dhjetorin tonë që edhe njëherë t'i japim dimenzion një krimi i cili po bartet ndër gjenerata dhe këtë krim mundohemi që mënyrë shkencore fillimisht ta dëshmojmë e më pastaj të marrim masa konkrete se si ta rehabilitojmë. Faleminderit Kontesh, faleminderit të pranishëm. Edhe pa dyshim, një falenderim të veçantë i shkon për zonjën Shalin, e cila ka qenë shumë e apasionuar për ta realizuar këtë studim. Një falenderim të jashtëzakonshëm dua t'ja bëj gjithë atyre nënave që disa nga ato janë prezent me ne, edhe t'ju garantojmë se ne i sjellëm ca shqetësimet, dulen ca rezultate preliminare. Po si organizat në përkraje të ngushtë nga donatorët tonë, do jemi me ju, do jemi me fëmijët e ju, vetëm e vetëm për t'i sanuar. Në qoftë se dëgjuat me vëmendje zonjën Shalin, ta që pasojat janë prezente, po janë reversibile, do të thënë janë të kthyeshme në qoftë se intervenohet në stadiet e hershme. Prandaj jemi këtu për të dëshmuar një herë dhe për t'ju falendëruar për bashkëpunimin, besimin, po dhe njëkohësisht për të intervenuar në gjeneratën me cila ende po ballafaqohet me pasojat e luftës. Faleminderit.